73 pacient kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ndërsa 4 janë shtruar në spital, tregojnë të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë për 29 korrikun për gjendje në Gostivar. Ndërkohë në shtëpinë e shëndetit në Gostivar janë regjistruar edhe 28 kontrolle të reja në shërbimin kujdestar. Në 2 javët e fundit, sipas raportit, 4374 pacient janë paraqitur për të kërkuar ndihmë mjekësore, gjërsa piku ka qenë më 18 korrik, ku numri arriti gjithsej në 649. EUI në Gostivar ende nuk mund të përdoret për pije apo gatim. I pyetur për këtë, Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se mostrat po merren çdo ditë nga pika të shumta përdoruesish dhe se furnizimi me ujë do të lirohet për të pirë vetëm pasi të merren 3 analiza të sakta radhazi. Важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. Може да има еден тест кој не е соодветен и повторно да треба 3 нови теста, 3 нови дена. Стварно е неблагородно да предвидувам што и како ќе видам. Kryeministri Mickoski dje njoftoi se një bakteri i ri është shfaqur në tuba. Зошто? Затоа што сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. И откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Uji në Gostivar u ndot pas lëshimit në punë të 3 pompave nga një kanal i jashtëm. Për këtë rast u arrestua drejtoresha e ndërmarrjes komunale të Gostivarit së bashku me 2 bashkëpunëtorë të saj.